Mimroma dëgjues të dashur, mirë se po takohemi prapë të ejtën mramje, sot është ditë e ejtë, sonte nuk punohet sepse nesër është e premtë. Që ashtu plec kanë thonë, po unë s'jam i sigurt që është ky muhabet kështu. Po nejse, na vazhdojmë me prezantimin e mysafirëve tanë special, ku këta gjithmonë e kanë një farë mushkni interesante. As di apin cigare, as pin, neve kjo s'na intereson hiq. Po, kudo që janë qërë këta me shkullën në qytet Obiliqit, si po në përshtypje fort se e kanë një farë ashkit natyrës që i thojnë. Drenica edhe durimi, mirë se keni ardhë në Akustik Night sonte. Mirë si u gjim. Mirë si u gjim. Të dytë left right shkoj. Stereo. Okej. Dy muzikanta që jo veç natyra që i don, po i don edhe populli poshtë, tunel, në për underground, qytetet të ndryshme. Po du me fillu prej pyetjes të fundit, qysh lindi ky bashkëpunim me ju dy? Ku o problemi tash? Jo probleme s'ka hiq. Okej. Ku është qefi dhe dëshira? Okej, qefi dhe dëshira, po. Atëherë, para 3 vite diçka, unë isha pjesë e orkestrës një televizioni këtu, edhe Drenica erdhë musafir, edhe erdhë me kënu një kong me bendin, edhe që aty unë njoftu, mandej thëshin qika e Malev, që këndon Malev, qika Malev, edhe unë me të tregu drejten, në fillim e zitajsha me këta që vinë pe malit e me këndu me njerë. Drenica e prek, kur e ka menu, se me tregu nuk ka tregu. Para gjykim. Okej. Edhe janë ka njerët mira. Unë nuk e dita që kjo këndon qash bukur. Mandej thash, kur më thanë ata të regji që ka marrë një qike, ajo hec maleve, kështu është hiking. Okej. Edhe ka marrë me këndu, thash asi, Por asi s'ka problem. Që do më thënë tash jeni 4x4 off-road. Edhe kur erdhë musafire, e këndoj një kong, edhe shumë bukur këndoj, mandej na bendi kërkum me gjithë këtë qiken, edhe me marrë si kongtare të bendit televizionit. Po, mandej kur kjo pranoj edhe u bo kongtare bendit televizionit, na dhe jashtë televizionit fillu me bashkëpunu me ta, unë me Drenicën, edhe na shkoj ke mirë gjithmonë. Kur pranoj, a bot ju mra paskin? Yes, I got you! I got you! Edhe tani Anisa e konga, ken tash ti! Edhe qështu, edhe tash po vazhdojnë shumë mirë që 3 vite. 3 vite bashkë. Kjo është fenomenal. Na durimin e njohim shumë mirë edhe publika e njeh shumë mirë. Kjo është durim Tahir Ukaj. Për që ati nuk e di pse e kanë qitë, po nëse s'ka gale, është një si teli i jemi për një vendit ku bjen shi shumë, edhe përdorin qadra shumë, ajo është sinonim i bishtë. Ani juve kur jo bjen shi në Kolomosh, zot sa nice, bo. Për shta jeni... Vezja futa këtë. Okej. Nice. Nese, durim ti ki fillu shumë herët me muzikë. Unë ty të njoft me vite, sepse na për herë pari mi taku qysh 69 në Sloveni, kemi pënu bashkë me durimin, në atëherë. Pse gitar? Nuk e di. Pse nuk je bo violinist, për shembull? Edhe pse violina është mbretëresha e muzikës. Ç'tu do më dojë, ja. Njëri prej instrumenteve që jep këtë tjetërshi e muzikës, edhe kur e kom studiu muzikën, të pjesa violinës, komponimet e Vivaldit, kanë qenë ato që unë i kom analizu mas shumë të edhe kur jom pyet edhe kur kom bo punime, gjithmonë jam fokusu ka veprat e tij, më ka pëlqy shumë, po jo si fëmi për me qenë violinist ose me studiu tamam instrumental violine. Një instrument ka pëlqy shumë
edhe nashta ma shumë se gitarja, ka qenë trompeta. Oh, Po, se unë s'pe di. po kur jem njoftu me ty në 69-ën në Avicii, jam konë gitarisht. Trompeta ka orë mas nej. Mas lufte trompeta. Trompetat kanë orë mas lufte, po tu marë parasysh që kur kem fillu me bu muzikë atëherë fillimisht piknikeve kështu si fëmi, me trompet që ke pas me bu. Dhe me dalë fop, kush me kënu, e di që me një gitare, kryshe punë, Po, mi pas bykoj, po. Po, pianon së në mershe me vetin piknik. Ja, s'bon. Veç gitarja kry ke punë, një gitare dhe krejt aty klasa, e treta tre u knashke. Shumë mirë. Shumë ma mirë. Krejt u mbledhshin edhe mandej qashtu. Mirë, familja jote këtë sportista, pse ti je dalë pak edhe në muzikë. E di që edhe ti je sportist, po... Faktikisht, familja janë është me sportit edhe muzikës. Okej. Babi jem ka marru qiftelia, edhe i ka ra qiftelis mirë, ka këndu ma heret. Rapsod, ja. Po, këngë rapsodike, dhe është një vesh shumë i mirë muzikor. Mami jam tash është një krejt zhandër tjetër. Mami jam është shumë rock and roll. Wow. Edhe Hajde, Rolling Stones, hajde. po grupin ABBA, Rolling Stones, atë kom supi mamit krejt, Deep Pop, late këtu Antoni Mazanej. Okej. Bilem ka qenë koleksioniste shumë e madhe disheve plakave, atëherë që shongu muzika në dishe në plaka. Ka pas për 1.000 dishe, edhe Woodstockut edhe krejt festivalet atëherë, po koha luftës edhe janë zhdukje Nuk janë mu. Okay. Që tash e kisha pas një pasionit madhe për mamit, pasioni kulturore, kuptohet. Ajo vlerësohet shumë. Edhe ka këndu shumë bukur edhe këndon shumë bukur mami. Po mandena e kem pas edhe në familje edhe djalin e Axhës tem që ka ekzekutu shifteli, ka qenë repartez, DJ, ase. E fatkeqësisht ka ndru jetë si ri edhe mandej mami edhe babi jam edhe familja ma të vjetër nuk janë marrë me muzikë një kohë gjatë. Po mas shumë viteve i kom këthyu në do video në Instagram story. E ke kom thyu postu me mamin tem tu këndu dhe mandej dhe ta shpedim ka. Ta shpedim ka rrjet. Shumë mirë. Po edhe sporti ka qenë muzika dhe sporti pjesë, për sport s'po foli. Po. Kemi edhe reprezentues të Kosovës. Kështu që aty jemi në rregull. Nice. Po kthehemi pak te Drenica, shumë është pyetje pa lidhje me ta bo se këtë ta bojnë kur ke fillu. Jo, ku je sot me muzikë? Po du me ta bo pyetjen. Mami, se ajo pyetje është pak e rëndë. Ku jam? Normalisht asnjëherë nuk pres gjithmonë ma shumë prej vetës. Edhe me krahasu atë kohën ma herët në fillim, edhe tash normal që është një dallim shumë i madh. Po punojmë për mu bo alo ma të mirë, edhe po besoj që jemi të e bu një punë të mirë, jemi të pru senet mira në skenë, edhe që kjo. Për krah se yt më i madhi, kush është në muzikë? Kush të përkrah ma shumë? Motra kush ka thonë vazhdo se din me knu, je për muzikë? Motra. Edhe mami po motra ma shumë. Prej shoqnis? Prej shoqnis jo shumë. Një shoqja jem, ja po dhe ajo, jo ashtë shumë. Ta bën rafsh? Komenus si ta, po s'po du me pranu me thonë që ma bën rafsh. Po jo, për shoqnis nuk është shumë që më kanë thonë kështë, ma shumë ko pas për kraje prej familjes. Kush t'inspiron prej këngëtarëve të vendit ose të huj? Ku e merr inspirimin ma shumë? Gjithmonë më ka inspiru një Zhmije Pagarusha. Edhe sot dhe asaj dite dëgjoj gjyshja jon. E ndëgjoj edhe të fol, po edhe të këndu, kështë që ajo. E ke një herë live? Jo. Patkeqësisht jo. Durimi ka rënë. Shka pas shumë qef, po... Po, e kem një live edhe unë e ty jemi bashkë një koncert për ditëlindjen e Zhmije Pagarushës me Tony Drum Studio. Ti ke këndu edhe unë e kom pjesën e Bareshës aty. Po më ka ra dhe me taku edhe me najt me to dhe me folë dhe me ndëgju live.
Perfekt. Amo mu më pëlqen një këngëtare vendore ma shumë se sa në Xhmija Pagarusha, Drenica. Ajo është e dyta. Në Xhmija e dytë. Për vendoret, më flasë. Oh, cool. Po profesioni i Drenicës? Shumë më kam bëtë ta. Për mene vetëm të katrën. Mos jenë shumë, hajde, e katërta me rend. Përveç muzikës dhe alpinizmit, unë e bëj edhe një punë 9-5 që kam kështu punoj me patentshmëri. Okej. Nuk është se tash më dëgjon shefi jam edhe thotë ç'është spedon. Nuk është që e du shumë, po e bëj. Okej, cool. Po menoj, shpesh herë njerëz më thonë që mund është me arritë edhe me alpinizëm edhe me muzikë edhe pe keni punë që shto. Jo, shumë. Po nëse vazhdon mundesh me arrit, e gjen kohën me menaxhu edhe mundesh me botana. Cool. Ti e përmende alpinizmin shumë mirë, po unë e kisha pas shef me bisedu për alpinizmin, masi ta ndëgjojmë një këngë live nga Drenica dhe Durimi. Okej. Kështu që përderisa ju boni gati, unë po du mi falenderu shumë këta dy sponsorët ëmbël që e kemi, Friksin edhe Peperifikun, që kur s'na lojnë und, s'na lojnë kur me hek keq për buk, as për pizza, as për sandviça, as për hot dog, djekst pa djekst. Ani kur i thëm, ku pe djekst? Edhe është fenomenal. kanë shumë të mirë, by the way, se i kom provu disa. Kemi sponsor më të mirë. Bukur, atëherë po bëhemi gati për një këngë live nga Drenica dhe Durimi, edhe rikthehemi prap në studio. Kalon një kohë e gjatë, veten e mundon, dikuj çdo gjë në jetë i pa, e nuk i mjafton. Ende i vet mua, pas nuk them do, në zemrën time të lënduar, falja është e kohë. Vitet s'kan të ndalur, ikin plot me malë, Edhe po të dua unë, kjo zemër nuk ta fal. vitet s'kan të ndalur, ikin plot me malë, Edhe po të dua unë, kjo zemër nuk ta fal. Edhe po të dua unë, kjo zemër nuk ta fal. Çdo fillim e ka një fund, por asnjëherë se kam menduar, edhe pse u deshëm shumë, ndryshe pas ka qenë e shkruar. Ishim ne që ndëronim një dashuri që s'ka mbarim, njëri tjetrit sot i themi, mo as falja s'ka kuptim. vitet s'kan të ndalur, ikin plot me malë, Edhe po të dua unë, kjo zemër nuk ta fal. vitet s'kan të ndalur, ikin plot me malë, Edhe po të dua unë, kjo zemër nuk ta fal. Edhe po të dua unë, kjo zemër nuk ta fal. Qëre karin herë është mirë mja falë se gjënas. Durimi është i mirë, po zban edhe shumë me duru.
Mirë, atëherë Durimin se duroj do, në të ditë po qaj me lotë. Jam bandili. Ajo, a din pse s'knohet shpesh kjo këngë se është në gis. Aso ne bujmë apër. Jo. Mirë, atëherë përderisa durimi po pin pak ujë, po rikthehemi pak, po du me bisedu për alpinizëm, muzikë dhe alpinizëm. Këta dy sa janë bashk, qysh u lidhen, pse alpinist durim? Që e letë folë Drenica për alpinizëm, pasi që është pak ma e vjetër se unë. Ka profesioni, në këtë aspekt. Edhe në fillimet e mia si bjeshkatar, ta mund me marë si profesion, ose ja si që kom dalë në për bjeshke, në për male, shtu si i ri. Edhe në një farë fillestare, kom fillu ka pak. Po kur kom fillu me bo ta mund ma profesion, mu marë në mënyrë ma profesionale me to, e mentore e kom pas Drenicën, kështu që. Kjo është ma kompetente për fillimet me folë. Fakt, pas The Voice-it, e kom pas një pauzë në muzikë, edhe Mari më ka kthy prapë në muzikë, kështu që për mua janë kogjo të rëndësishme të dy, atë sa është muzika, qa që është edhe Mari. Alpinizmin e kom fillu qysh para 6 vite, po qysh e tha durimin normalisht në fillim si një amatere që veç del malet dhe nuk është që ka shumë informata. Tash ka ndryshu sanet edhe jena bo pak ma profesional edhe kemi shëndru edhe në profesion. Shumë mirë kjo. Unë jam edhe udhërfyse licensume. Jam njëna për vajzave në Kosovë që e ka licencen. Jam edhe pjesë e kërkim shpëtimit malor. Tash së fundi e kemi hapë edhe një klub bashkë me durimin edhe me disa shokës e tjera. Nuk ka shumë kohë që e kemi hapë, po këtë të djel e kemi bu gjithashtu një aktivitet për Tetorin Roz, që gjitha mjetët që kanë me umbledh në atë aktivitet kanë me dërzu për gratë dhe vajzat cilat janë të prekura me kancerin e gjirit. Po shfrytëzoj rastin me iftu krejt ato qika dhe ata djemë që dojnë me njës hikingun të djelen e kanë mundësin, se është një ecje, kemi gjithë me bu një ecje shumë të letë që me mujtë me ardhë krejt. Këtë të djele, apo? Këtë të djele, po. Ku e keni takimin, kur është nisja, mund është me i përmend? Po, takimin e kemi në ora 7 tek parkingu të Pallati i Rinis. Ata që dojnë me u bashkangjit dhe me vetura mundën me u bashkangjit të Interexin e Pej. Po, nëse kanë benzin ball, okay? Po. Po, edhe për detaje tjera mujnë me na shkrujt edhe përmes Instagramit Maja Alpin Club, çka do që janë të interesum jemi të hapën me u përgjigj. Shumë mirë, se pesha dhe logo në gitarë Maja Alpin Club. Po, ajo është logoja jonë. Shumë e mirë. Faleminderit. Pse ky emër Maja? Për emër le të tregon durimi, se është durimi ai që ka vendosur emrin. Maja i ka disa kuptime. Dura me tregu në grekt e kanë idhull grek. Po, kjo. Është një fes shumë i vjetër, Maja, ndër fiset më të mëshmet. Po kuptimi realisht që e kemi na është indus, që do më thonë e bukura e natyres, iluzioni mbi të bukurën e natyres. Me fjalë tjera, me kthy tamam kështu, sigur ata që vesin qa punon të unë në institutin kështu, me kompjutera, e me kthy kështu tamam iluzion mbi të bukurën e natyres, quim kur ti mbyll syt edhe çka iluzionon, çka krijon më të bukur në natyrës, industri quajnë Maja. Kjo është shumë e mirë. Kështu që emri jonë tregon një iluzion mbi të bukurën e natyrës, po e kemi menduar edhe me asociu me majat. Që në gjuhën tonë shqipe me kuptu njerëzit si majat, e pikërisht na çat punë bojmë, ngjitemi nëpër maja. A ka interesim? Interesim ka shumë. Faktikisht pyetje pse ju nuk bani klub t'juvin dhe kësi kemi pas shumë ma heret pse sa me hap klubin, edhe na ka animu edhe muzika pak, edhe afirmiteti që kem të njerëzit edhe në aspektin e muzikës, po edhe
esenca tjetër ka qenë që jemi njoft paka shumë si njerëz që dalim dhe hecim male, edhe unë e Drenica, po dhe ata tjerë që i kemi në grup, është Halili, Elvira, Shkurta dhe Leci, i përshëndesim shumë. Cool. Edhe të gjithë janë pjesë e malev që një kohë të gjatë, edhe po menoj që kanë bu karrierë të mirë në malev, edhe sigurisht mandej jemi një grup që funksionojmë shumë mirë bashk, edhe që kemi një energji shumë të mirë, po që edhe kemi krejt profesionistat mrena të fillu prej kryetarës këtu që e kom offer, që është udhërëfyse e licencum me standardet UIA, antare kërkim shpëtimit, vullnetare që dalin kushdo që ka nevojë me ndihmë malev. Cool. Mu po vjen keq prej dëgjuesve sepse po kemi dëgjues që po na përshëndesin edhe nga Belgjika, se janë duke na ndëgju drejt për drejt përmes web faqes, po kanë dëshirë mu lidh drejt për drejt, po na nuk e kemi atë mundësi, kështu që na kanë shkruar dhe po na përshëndet Lili, Valentina edhe Lindgjoka Lumaj. Këta janë Valentina është nga Raoveci, jeton në Belgjik, kështu që Lindgjoka është nga Shkodra. Këta janë bashkë atje, janë të gëna ndëgju, janë bregdet, po knaqen, najna të punu. Përshëndetje edhe për ata. Faleminderit shumë që po të na ndëgjoni, edhe Bekimi nga Cyriu. Shumë faleminderit. Po kemi dëgjues që po na ndëgjojnë që janë gurbet shumë. Shumë faleminderit. Këta tonë na ndëgjojnë veç në përkere. Edhe kjo është e mirë. Se na këtu e kemi internetin pak ma dopt. Sidomos në kolona. Sidomos në kolona, kur janë është sani ma i mirë. Që e zonin, që li dritarët, edhe në gola. A jeni të bo muzikë në kur e keni ecjen? Kur mlidhin dikun maje, a knoni, a mlidhin e dhezin... Dikun dhe mësë me bo muzikë. Dhe më thonë, kjo gitare gjithmonë është prezente në ecjen tonë. Njona për këtyne që ka mon e gjithësysh. Normalisht njerës veç pra njohin që di me knu edhe gjithmona kërkojnë me këndu në gjatë ecjeve edhe na mundohemi me ja plotsu dëshirin gjithë cilit edhe jemi shumë të hapëm edhe me shumë qefe bojna edhe pse është pak problem. Se normalisht gjatë ngjitjes është koxo lodhje, kështu që gjatë pauzave shfrytëzojmë çat moment. Çfarë thash se njëri mushet frym që të s'pedi. Po. Edhe me çejna të motra jam, sa ajo zakonisht bashkë kur është mas vështirë të ngjita çata kam të thonë Drini që tash do shmeknu. Bashkë atë kus më jesh. Cool. Edhe një pyetje për alpinizëm dhe kthehemi muzikës. Cila është ngjitja më e lezetshme, dimrit kur ka borë apo verës? Ma për qefi Gjithmonë o dimrit se për neve mas lezeti është me hypë sa ma nalt. Edhe me sfidu vetën e në maja sa ma të vështira të arritshme. Sa në gjitesh për mi 3500 metra ti kur verë nuk i adje gjithmonë o dime në ako të borë. Po ndryshë është me hes në për borë është rafsh, ndryshë është me hes në për gur. Po disha diçka. Po verës këtu të na janë ecjet pak ma të lehta, janë ma hiking. Atje kur shkojmë se me Drenicën, e sidomos Drenica dhe vetë para se me dalë me mu, ka pas edhe ecje në përmajat ma të mëdhajat në Evropë. Cool. Në Francë dhe në Turqi. Maja ma të lartë të Turqis, maja në Araratit, 5000 metra. E keni sfidu? Po. Drenica këto. Durimi është hala i ri. Urime? Me kalimin e kohës dhe bashkë tash kemi sfidu në këtë verë, bashkë kemi sfidu 4 majet e masivit Montrosa, ku njona për ty në ka qenë bajagi sfiduse dhe teknike e vështirë. Duna me të nalë qëtë, se mami edhe babi o të ndëgjoj emisionin. Mos të rego, bashkë që o konë qa shpirë. Ju se të na, ju ku keni dëp, ju shtu, s'pas keni u shtu. Kjo e letë o konë, letë ko ka konë. Letë o konë. Mam, bab, në komje në në gjitë. Ma që kena pështu, letë. Mirë, atëre, po du mu këthy pak ka muzika, sa jeni aktiv ditë sodit në për neja, në për Kosovë, cilat qytete janë që ja adhurojnë pak ma shumë lokalet?
këtë sezoni kemi pas ma shumë se herave tjera, do me thënë jemi lodh pak ma shumë. Kemi bo muzikë në gjitha vendet, kemi bo dhe në Preshev, edhe normalisht në çdo vend që kemi bo, publiku kanë qenë shumë të mirë, kemi pas energji shumë të mirë për tyne, edhe normalisht ka shumë rëndësi dhe që atu ku knojmë çfarë njerëz ka. Edhe në për ahingje ku kemi knu në për familjet ndryshme, vlen me e cek njënën prej tyne në Obileq. Po, patjetër. Kemi kalu shumë mirë edhe në fakt thonë e vetë, kur ju më shku, nuk ju më shku me energji shumë të mirë, se ke shumë e lodhen, po mandej energjia aty në dasmorve aty ke shumë e mirë, kështu që... Familja Hashani. E përshëndesim familja Hashani. Edhe na kam bu me uni shumë mirë, edhe normalisht e kam përcjell energjinë tek ne edhe ka shku gjithçka shumë mirë. A është e vështirë me bashkëpunu me Durimin? Edhe sa është e lehtë? është shumë e lehtë. Se qa do si thamon, këtë thot okej. Kritika më e madhe që ta ka dhonë? Shpesh më jep, edhe... Se di që ky ka kritika shumë pozitive. Kështu më pëlqen, në kritik më pëlqen shumë. Durimi muzikalisht është shumë ai mirë son. Edhe unë shpesh herë për çdo sen çka kam dyshime për Durimin në muzikë. Që shta kjo ma herët, unë ndihmoj këto për male, kjo për mu për muzikë. Herën e fundit këtë që dash para 2-3 dita në sen, në Preshev që patëm nej, më tha Drinis do shmë vonë pak ma komunikuse me publikon, adin me fol me qika pak ma shumë, me djem po menoj? Me qika. Po dhe me djem. Po dhe me djem, më ka thënë. Kështu që po, kritikat e ti gjithmonë mundona me i marë për bazë, se i ka me, do më thonë, me vend, po. E kum pas pak vështirë me punu me Durimin, se kogja kritikus, po kritikus me vend. Unë e kom su, edhe kërkus, po, unë e kom su për te e pak, nuk është marrë me thonë kur, se ma marrë është me ta bo rafsh, me thonë, po, valla, Durimi është shumë i mirë, ja vlen me bashkëpunu me ta. Kjo është shumë e lehtë, me thonë. Po me thonë drejt për drejt, është kërkus edhe kritikus, pak njerëz thonë. Që që mu ka nimu shumë. Qysh po do këtë Drenica në bashkëpunim në muzikë? Për mu është shumë e lehtë edhe ka qenë gjithmonë shumë e lehtë me bashkëpunu me Drenicën. Është një detaj vogël, është duhet me ndëgju edhe këtë në rregull. Unë e veç e ndëgjaj nuk e aprish edhe këtë në rregull. Po vesh që qërë zotit i ka, nuk e di pse nuk ndëgjon. Apo ndëgjon, po mirë nin. Po mirë nin. Më tregoni naj detaj gjatë performancës live që ju ka kujtu naj fore edhe e keni nalë muzikën se këni kje shumë. A ka ndodhë në herë? Po, që qëtash krejt vonë. Mas njove do me thonë, vonë. Edhe, po. Një kolegi jo, një Vedati Magjuni, e përshëndesim shumë Vedatin. Maestro Vedati, shumë shpesh buj muzikë me Vedatin edhe kemi si një ekip. Ishim duke këndu një këngë, edhe te pjesa e back vokale me Vedatin, është një këngë e grupit Fisnike, Koran Hoxhët, Zemra sa e dënë. Aty e ka një fjallë ma do shpirti, unë e Vedati po ta dojka. Edhe kjo plasi gazi, mos më i keme këndu. Nuk më isha më me i mende i këngë. Kejtë publika e morën vesh që po za e batem edhe po... Po, normal që... Po ke një moment i bukur, ashtu, edhe ata e morën shumë sportivitet edhe nxiti një pozitivitet të atashe. Mirë. Ju keni edhe bashkëpunime edhe keni bo cover apo këngë t'juja, apo jo, apo keni plan me bo? Po folim pak për coverat që i keni bo. Faktikisht e kisha quajt remake. Remake, ja, okej. Cover po mdo këtë... Po vre pak e rong, jo shumë heavy metal. Jo, nuk është e rong, po cover është kur e luj qëtash një këngë me një gitarë dikuj edhe po remake është një verzion që unë e kom bo prej fillimit këtë ndryshe edhe kem marrë leje prej autorëve të këngëve edhe na kanë hap të drejtë na me ripërpunu këngën me bo ndryshe. Kush ju ka ndihmu me realizu këtë? Këtë, qish me thonë, këtë mini projekt e kem bo me Rinori, nuk i merin. E përshëndesim Rini shumë. Kolegun toni super muzikant.
edhe një punëtor shumë i mirë në studio. Bashkë me Rinin, njëherë kem pas si Devish një këngë. Rini më ka thirrë në studio, më ka thonë të kom dëgju të e këndu një këngë, edhe pe këndon shumë bukur, edhe apo vjen në studio, po kom qef unë me ta bo pas një shpenzim heq prej meje. Thash, unë po vinë në studio, po masi po vinë në studio, po bojmë diçka ma gjanë, bra. Edhe kemi zgjedhë disa këngë, fillimisht disa këngë popullore, po mi bo në verzionin reggae. Na i kem bo reggae verzion, kem bo ma modern, ma... A është i gjithanshëm, krejt ndryshe bashkë me Rinin. Edhe... Mandej kom dash me pas edhe një duet këngë me kolegen teme, Drenicën. E kem ftu Drenicën, ka pranu, i kem marrë lejet prej gjithë artistëve të këngëve dhe kem banë. Qysh u prit? Super, bile kemi shumë lavdata, se a ka sen ma mirë, se kur të thot vet autori, ma shumë po m'pëlqen me ndëgju verzionin e ju, se sa temin që e kom bo. Kjo është rënqethse. Kështu që nuk ka pas ma mirë, mu më kanë prit mirë, nuk e di, nashta që e kanë pas atë besimin që kur e kom kërku këngën, se shumë artista kom dëgju që nuk ja vepin këngët, nuk ja vepin leje një ripërpunu, nuk ja vepin. Atë unë ka qenë krejt e kundër da, me shumë qef. Do shta ka qenë pyetje modeste. Do shta ka qenë pyetje edhe besimi që e kanë pas të unë edhe të Rinori, po që na nuk kemi me prish materialin, po veç kemi me punu mirë. Patjetër, po. Po kënaqësia më e madhe ka qenë fund kur ata të thojnë që ma qef po kom me ndëgju verzionin e ty e Drenicës, se sa temi. Kjo është fenomenal. Ajo të një t'jap një satisfaksion shumë të madh. Bukur, atëherë po bomi gati edhe për një këngë live prej durimit të Drenicës. Përderisa unë i falenderoj edhe një herë këta që na japin me hongër buk, friksin edhe peperifikun. Gjithmonë barkën e kemi fryt. Kështu që edhe një këngë live për ndëgjoj, edhe pastaj shkojmë me një blok të marketingut, ku mundja me pi pak oj. Patjetër, faleminderit. Oj han, du kum këtë na, shosna në vetëmi, se të gjithë më kanë lanë, o zemra më rënkon për dashnin që mos kanë. Shosna në vetëmi, se të gjithë më kanë lanë, o zemra më rënkon për dashnin që mos kanë. Dukuj hane dhe shkëlqen, vetmitare si unë e je, unë ri me këngë ti me drit, on djenja tona e kanë grabit. Unë ri me këngë ti me drit, on djenja tona i kanë grabit. Oj han, oj këngë, oj nat, i vetëm unë e jam, ku nata bështjel vetëm gjithësi, as ku nuk shkëndi. Shosnu, m'kan lanë, m'kan braktis që m'kan dashunu, as ku nuk shkëndi, do yll me m'shosnu, m'kan lanë, m'kan braktis që m'kan dashunu. Hana m'shifë të larbire, vetëm kënga mu më nje, i vetë mu me brenga ta, shkoj në hare së si s'do qa. I vetë mu me brenga ta, shkoj në hare së si s'do qa. Oj han,
Oj këng, oj nat, I vetëm une jam. Ishin këta për krah si ton, qa mi thon, friksi e perifiku e alpinizmi e muzika e ta në të zeza. Thash e mirë, cilat po kthejmë edhe pak edhe njerë ka muzika, cilat qytete dhe cilat lokale jeni pak ma shpesh me live? Po, ma shpesh jemi në Prishtinë. Po të na po është edhe sezona puna muzikës. Po. Me qenë se na e kemë marrë në mënyrë profesionale muzikën. Keni marrë seriozisht. Po dhe sa kom qenë adhurusi muzikës edhe kom lujt gitare, abden për qef temin unë. Te e manë men, na jemi rrit në hard rock, dhe kem bo veç rock and roll. S'na ka interesu për kur gjë tjetër, po ishim të ri, nuk ishim obligime, nuk e kishim profesion muzikën tamam. Po. Mandej kur e kom studiu e kur im bo tamam profesion muzikën edhe profesionin e parë, tash merrem në mënyrë profesionale me ta. Normal. Edhe jemi zgjeru ndije, kemi mësu shumë zhandre, shumë edhe bojmë tash lloj muzike. Po na imponon edhe sezona për sezonës. Po. Për shembull në verën që shkoj, na kem pas shumë ahengje, dasma, po kem pas edhe dasmat kuptohet në për Kosovë shumicën, edhe në shumicën e qyteteve, mandej kem pas edhe data në Bregdete, në për beach bar, në për në jug, në Ulqin, kem qenë në Drimades, ishim të Sarajet Beach 2 herë, një super vend. Ishim të Valdrini në Wave Camping, në festivalin e Wave Camping në hapje dhe mbylljet campingut kem qenë me Drenicën. Tash I frekuentojmë në eventet në për pube, në për lokalet natës, po mas shumë ti nashta jemi pranishëm Bambu Bar. Po. Kemi qenë kohë të fundit edhe në Annex shumë. Po, keni fillu edhe në Annex. Sa vlerësohet muzika sot prej trive, mos të folim për gjeneratën e vjetër. Trit sa e vlerësojnë të hitet e vjetra kur këndohen? Po, unë e Drenica kur këndojmë në për lokale, pube, edhe kur bojmë repertuarin ton, jemi po menoj pak ma të veçantë se tjerët. Se na përfshim shumë zhandre dhe shumë lloj-llojshmëri të këngëve brenda repertuarit, pa I përfshi ato zhandret edhe që I kena thuja të ndalume mi bo, tallava e shut të kiqe këtu. Na nuk I bujmë zakonisht edhe pse ka raste kur kërkohen, po këndojmë këngë të bukura popullore, këngë të pasura, edhe në muzikalisht edhe kulturalisht. Po këndojmë edhe rock, këndojmë edhe old school, bojmë rock balada, rock shqip, ka njerë edhe të hujat, bojmë muzik popullore të bukur, zbavice, funk, edhe mundohemi që mrena natës mi përfshi shumë këngë, shumë gjenerata, I kemi specifik rikthimin e hiteve të vjetra në formatin ton me band që kemi. Edhe ka pak I aranjojmë, I mbojmë në mënyrën ton që mu dallu që jemi na, kështu që po pritet shumë mirë pi publike se nuk po din sa një këngë Dafina Zeqirit, sa një këngë Nezhmije Pagarushës, ose një këngë grupit Trex ose Telex.
Del na herë ose Britney Elita Spears. 5, edhe Britney Spears, Pra, përzin lëmë. Give me baby one more time. Po, edhe del tani te Ilir Shaqiri prap. Po, edhe kthehem te Ilir Shaqiri edhe te këngë patriotike, pse jo, na veçohem. Sidomos Drenica edhe me këngë patriotike që këndojmë shumë shpesh, po i bojmë në verzionin rock. Oh, okay. I bojmë këngë patriotike, i kthejmë shumicën në verzionin rock. Drenica, a i bjen na instrumenti ti? Jo. Apo veç thjesht e qillit mikrofon? Nuk jam për. Me i nimu është mirë. Edhe pse i kom thonë që dush më mësu gitarën, po po më duket po tutet pak se Jo, mos po jam marrë edhe gjysën e punës e ka kry, gitarën e ka marrë. Okej. Ka medvi që dhe mjani. Oh. Ja, për ndryshe nuk e kam unë e këtë tut. Me konë që e ka vullnetin, me mësuën me gjithë qep. Po, se fundit kjo me më bon musik. Normal se qërë durimi kër i bjen gitarës është veti treti, i bjen gitarës, i bjen basit, edhe kënan, paramëno. Edhe kërë e marrë edhe luperi, bona 60. Aty e ki edhe një orkestrë në ta. Po. Bukur, Drenica kënan anglisht? Se s'kom dëgju asë një herë. Po këndojmë, po në përtezga nuk është që bojmë shpesh, vetëm kur ka kërkesa, ndoshta me kanë edhe evente diçka privat kur është, mundemi me po. Për ndryshe nuk është, mu ma shumë më pëlqen me kënu shqip. Edhe që shta durimi neve na dojnë njerëz edhe vinë me na ndëgju për çet arsye. Po, ma shumë e njofshme për shqip. Po, për shkak të repertoarit që e kemi, që na dallon prej tjerëve, zakonisht që ta na thojnë njerëz gjithmonë që na pëlqeni për shkak të repertoarit që e keni më ndryshe prej të tjerëve. Cool. Në këngë t'ju të ardhmen, a keni ndaj plan? Tash e kemi, po për këtë këngë le të fut durimi, se është këtë që e ka shkruas. Okej, tekst shkruas Durimi, faktikisht unë komponu një këngë me tekst, me gjitha, edhe e kemi realizu këngën, kënga është realizu, kam bet edhe një mix master përfundimtar, edhe me gjiru një klip edhe ka me dalë. Ku e keni incizu këngën? Të Shpeta Sound. Oh, e përshëndesim edhe Shpetën, po, patjetër, po. Është një maestro i vërtet edhe ai. Klipin Dubai, me gjipa, në për plazh, në për cisan. Në bibliotekën Hifzi Sulejmani në Dubai. Arselia në Dubai. Okej. Jo. Qështu diçka, po? Po, nuk e di, kena me fol edhe me ata të videoklipit, po sigurisht që ka mu përfshi pak Prishtina, pak lokale, njoni për lokale edhe Mali. Edhe Mali. Po, edhe tema është qashtu delikate. është një balad shumë e bukur, po. Hade, me nëzi po presim. Me nëzi po presim me dalë në pahë që i thojmë na është. Mirë, atëre, nëse jeni gati ju me këndu edhe një këngë, se e di që ju në repertuari keni rreth, unë sa e di rreth 473 këngë, apo? Mos gabosha. 74. Kemi shtu edhe do kohëve të fundit, kemë rri ide i ka 600. Mirë, atëra po dëgjojmë. Kështu që i bojmë, kështu. Po, kështu si... A kështu rezervë, ta na mindru i kemi edhe një 2000 diçka. 2000 diçka. Aja shtyp shkroj du të me prodhu një fletore shumë trash për mi shkru kretë dhe shtituj në tekstet. Ty të kujtohet a jamni që ma kanë gjitë shoqënia jonë kur bëjshim muzikë. Shazam. Shazam. A i ki problemi majtë me në tekstet? Po. Ko fillu kohëve të fundit me qenë pak ma e mirë, njona për kritikave të durimit është edhe që kjo. E kom pak problem. Po mënuna me kanë ma e mirë. Sa herë ndodhë në skenë, kur dënë me këndu një kongë, të kujtohet titulli këtë në regull, i thu durimit, qëta pe kënojnë, oke, kjo e lidhe, bën hymë një kur bot mja nisë, kujtohet fillimi. Edhe vësh këthejma ka durimi, ja, për si njën qëto që, e dy për çka e kam. Edhe më ndiman. Do më thënë repertuar nuk i ki shkru me kongë, për shamull 200 dit, Bjondina, po i ki Ishte verë Sa mirë që përmene 200 ditë dhe Bjondinën. Janë kongë që mas shumë t'i ja unë gatërën tekstin. Fix, sidomos unë. Edhe na me qëllim edhe Drenica. Na me qëllim ka njëherë me bendin.
si vjetën ndërmi me klevisin. Okej. Me qëllim i thësha piloj më ofër edhe kështu që i gabon strofa. Okej. Se mi lor pak më larg harrohet ajo e para. Po. Edhe fillujem na ishte verë moj kur ma la. Kjo fillon me bjëndi. Unë e përzi, po, okej, e krym, kalujem na në bjëndinën, bendi, e kënon refrenin e krejt, kthehet strofa bjëndinës, ishte verë moj kur. Prap atë. Edhe dikun tjetër ku janë këtu serenatat nis mesme, ndoshta këtu në pjetore unë jam ullur. Edhe tash për ne instrumentistat temat. Temat i kanë pak si për afërta. Edhe shumicën e rasteve kanë duhet mi gabu me buk temen në pjetore, me bu një kongës tjetër, ose edhe janë dy kongët tjera kymarak edhe më ka shku mendja më fejue. Edhe ato janë njëjtin trip edhe gjithmonë s'di pse na teket mi bura një unën mas tjetër, se gjithmonë i rat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  Marzelja. Dhe tash. Mu gjithmonë më ngatrohet mëjzë shkanja ime me qaj gitarja ime. Në tekst, sidomos në strofën e dytë, mirë janë nisi me zëshkanën e dalë në qaj gitarja ime. Po dosh mi po pak ma ndryshe kompozitor tonë, jo mi po krejt kongë ata jënë faj, na s'kem faj se neve na kapin emocionet për publikut. Ka ndodhë një herë jem konë me bo muzik me Erzenin e Fisnikve, edhe ja lypa kongën 200 dit, o i shkreti 6 herë ka bo intrën. S'mu kujto këtë tekste, asa ti si kujto. Edhe shka ma në fond, ja nisa, me zërë, derisa po i thosha o i sen, po në zëra marrë telefoni se s'është marrë me lezume. A i manë tekstet për para? Jo. Pse? Nuk e di. Një ko pa ta fillu i pa ta majt, po tash ma jo. Bile kote fundit nuk është asë që majt telefonin asë për më kujtu që farë kongë është në rëndë. Okej. I lidh në zakonisht. Po, i lidhëm. Mëre, i lidh kë? I lidh Shazami. Shazami. E hu pak vajbin kur lexon. A menon që është kulturë me majt pulsin për para? Që kulturë... Jo me telefon, po me libër normal, me flëtore. Mu pa që është letër. Në muzikë klasike, muzikë shkollore kur bojmë, po nëj kur kemi po me fakultetin, me... Shto është detyrueshme mi majt partiturat për para. Okej, po. Ka imësina që ti nuk i majnë menë. Po, normal. Sigurisht të një dush me përcjell edhe dirigentin edhe ku je. Po. Po për tezga? Po për tezga është mirë nëse je në fillim të i mësu kongët mi pas. Po tash nëse bosh rabi fletës bardh, atëherë hup emocioni. Po s'pako titujt mi pasur. Po. Ose ishte vermoj. Po, na ishe noj, paka shumë qa kena me bo për para. Po janë, me qenë se bojnë muzikë tash një kohë bashk, kem 3 vite, edhe dim paka shumë me njohim një tjetrin në aspektin muzikor, edhe dim ku jemi me hesape. Hala pa janë njës mirë tjetëri e din... Tu po, që është e fjallë franceze, tu po tu bo. Tash kom ri me kuptu edhe kur e ka disponimin me këndu një not ma nat, një not ma posh, kur e ka disponimin me kënu qëtë kongës e qatë kongën tjetër, nuk ka nevoj me më thonë heq, e di në start, si të shkoj takona me ta edhe të shkoj muzik, në fjallët e para që i foli me di edhe që e ka gjendjen me vokalin. Normal. Kjo është kur bashkëpunon një kur gjatë me dikan edhe e mëson komplet. A ban... Na kem profesionin e vështirë, nuk e kem vish punë. Po, normal, profesioni janë lidhet direkt me emocionin, me gjendjen emocionale tonë, me shumë sende tjera, dhe nëse ti nuk e kupton kolegen ton, partnerin ton në punë, komplet qysh është undi emocionalisht, qysh është me shëndet,
ti nuk mundesh as profesionalisht me mri një nivel të mirë. Qartë. Kështu që këto sene mrihen me kohë dhe ai nimon Drenicës me back vokalizma? Po vazhdimisht edhe kjo mu. Se na këndojmë shumë këngë, kemi në repertuar duete, po kemi edhe pjesën tjetër të këngëve që i kemi solo, kjo ose unë. Po këngë që këndoj unë edhe kjo vazhdimisht i man tercat ose vija tjera vokale që back vokale. Po edhe në këngë të kësaj unë vazhdimisht jam mikrofon. Të majt vija tjera të back vokale. Që po. Bukur, atëre për ndëgjojmë edhe një këngë prej Drenicës edhe durimit. Okay. Atë çka doni ju, çka të keni qef. Çashtu që keni shkruaj jo me titull, po me fillimin e strofës. Me ton drejtën kemi ardhur pa cenzurë, pa protokoll, pa kurrë. Kështu veç bukur. Çat kemi qef. Bukur shumë. Hajde, çao dashë ta bëj. Margjil. Ku? Hapi kujtohet. Hajde ta kthyrëm, hapi kujtohet. Moj margjel, mori malsore, ku po m'shkon me atë kosore, ku po m'shkon moj tu i vrapue, apo vjenoj vash me muhe, se mas te e du me vdek. Moj margjel, mori margjel, margjelo, mori margjel, qil më syrin që m'kem shek. Moj margjela e malësis, dhuja këngës qobanish. Margjelo, mori margjel, qil më syri që m'kem shek. Moj margjela e malësis, dhuja këngës qobanish. Moj margjel, mori fisnike, bia e malësis kreshnike. Moj shoj zemra, moj fisnike, trimi mi që vjenë arë, zemrër mu moj ma kamarë, dhe mas te qil më syrin që m'kem shek. Moj margjela e malësis, thuja këngës qobanish. Margjelo, mori margjel, qil më syrin që m'kem shek. Moj margjela e malësis, thuja këngës qobanish. Qyre, në Gjakova din shqithojnë, ma mirë mo zararë. Kështu që shumë lezet, shumë bukur, shumë qejf. Akon faj që thash veç një këngëtarë më pëlqen ma shumë se e madhja në shmija paga e ushta. Po, valla, po ta faj. Jo, valla, s'ki faj heq. Une kisha pas qef me përshëndet këtë moment edhe për parimin, që nuk është sonte me neve, se ka mysafir special, qfar fjale. Përshëndetje speciale Po, përshëndetje kështu speciale, po shpresoj që herën tjetër kur takomi për parimin, aj me qaros na me pagu. Aj bjen mirë, e thash mirë, besoj. Mirë, atë Drenicë, e kisha pas qef
rinis të sodit më ia dhon një mesazh sa i përket muzikës edhe karrierës, ata që dojnë më marrë me muzikë? Qysh edhe ma herë durimi, muzika nuk është edhe e lehtë, sidomos për vajzat, për femnat. Fillimet e mia don ku pas shumë vështirësi. Jo gjithmonë të gjithë bashkëpunëtorët e kanë këtë pjesë për punë. Po. Shpesh për ty në e kanë pas edhe qëllimet e tjera. Edhe për që ta po e thëmë që femrat e kanë pak ma problem. Po që nuk është e pamundur. Veç dojsh me i gjetë njerëz të duhen, me të cilët tonë me bashkëpunu, njerëz të profesional, që t'japin për kraje edhe e kanë qëllimin e mirë. Edhe nëse veç e donë muzikën edhe e menon me bo profesion, mund është me adal, veç normalisht me punë, me shumë punë. Pa tjetër, shumë faleminderit. Dorim, edhe ti kisha pas qef një fjalë në rinis që dojnë edhe kanë qef më marrë me muzikë. Nëse veç e dojnë për një me edhe kanë qef letë merën me muzikën, edhe muzika është, sa është profesion, është thash edhe ndjenjë spirituoze, kështu që veç të ndjekin qefin e tyne, shpirtin e tyne ka t'i qënë edhe gjithmonë kanë më knaqë me muzikën. Në muzikë është shumë e rëndësi me qenë i knaqën ti me veten edhe me mri nivel me bo knatësis në vetit, fillimisht pastaj publikës, edhe jonë me qenë robi kërkesave dhe robi që shpo thujnë tash kjo po dheze, kjo s'po dheze, adin kjo bo trendi, se atëherë as nuk mbetesh për muzikën, as për trendin. Kështu që këshilla jeme për artistat e ri, për muzikantat që dojnë u bo, është veç njekne qefin e juve dhe shpirti dhe le t'ju udhëheqe në art, edhe gjithmonë ka më konë mirë. Fundit, prej publikës, asnjë nuk janë të njëjtë, nëse ti e bën sinqert një diçka, e bën me shpirt edhe e don një lloj të muzikës, artit që e bën, atëherë ka me pas një edhe njerëz për ty që të ndëgjojnë, njerëz në atë frekuencë. Kështu që veç bëni vetvetja në muzikë dhe në art edhe gjithçka. Fiks. Për kon je falenderus i madh që ti ke arrit deri këtu. Po. Sigurisht Zoti. Familja e dyta që nuk diskutohen, mandej shoqënia, kom pas shoqëni të mirë, edhe vetvetja, se kom dit me rujt vetveten, edhe kom dit mu sjell mirë me njerëzit që feedbacku i tyne me qenë asisori që me pasën e përfitime për i saj. Shumë shok të mi, sidomos shok ma të ngusht. E në muzikë shokun ma të ngushtin e kom pas artin, lokaj. Përshëndesim shumë artin, po, pa tjetër, po. Me artin nashta kemi qenë në aspektin e shoqënisë. Kështu ma të lidhë sa i përket muzikës edhe jam shumë falenderus për krejt ndimat që ja kemi bu një tjetrit, edhe ndaj vetës që edhe ndaj ati që më kanë ndihmu mu. Familja, pa dyshim. Po, pa tjetër. Po dhe gjithë. Po. Mas shumë ti Zotit, familjes edhe vetvetes. Pa tjetër. Renic, falenderoj edhe ti dikon që t'ka përkra deri sot ku ke mriti. Nuk moj pa e thonë edhe unë që familja e sidomos mame dhe babi që më kanë përkra, kanë besu në mu. Normalisht tash duhet me u falenderu edhe krejt atyne që po vinë me në ndëgju edhe po janë non-stop me neve. Po ashtu faleminderit edhe durimit i kisha thonë, edhe pse dej sot më duket të kom thonë, po thëm sot për shqetësoj rastin. Para me lo Ta muri këthy edhe i herë mas anej me full tani për këta, po. Tash mas e tash unë. Jo. Unë nuk dashta me falenderu për vullnetin në muzikë, se me këta jemi njoftu ma vonë.
po menoj masi unë veç kom qenë në kryet të karrierës së muzikës, po tash e falenderoj për motivin shtesë, për me qenë prap në vazhdimsi mu marrë me muzikën, edhe me lënë një comfort zone, një rahati temën artistike dhe muzikale edhe kështu, se një periudhë pata kur bashkëpunojsha me shumë, edhe nuk isha i kënaqur, se jo me gjithë ka me të shku mirë bashkëpunimi, edhe mandej vjen një fazë ku pak u mërzita dhe pak një gjys dëshpërimi, edhe pak u lodha me profesionin, po tash po të falenderoj edhe unë publikisht që ke ardhur dhe jemi bu bashkëpunëtorë dhe që e kom një rahati sa i përket aspektit profesional dhe vazhdimsinë e karrierës që e kemi bashkarisht. Kështu që në këtë aspekt tash duna me kon falenderoj për Drenicën. Patjetër. Shumë faleminderit për kohën që keni gjetë me ardhur në emisionin tem Akustik Night këtu në Radio Plus. Ju uroj shumë shëndet edhe sukses në karrierë. Faleminderit shumë për ftesën, grazie. Shumë faleminderit edhe njerë. Ishte Drenica edhe durimi këtu në Akustik Night. Faleminderit shumë Peperifik edhe Frix që po na përkrah në emisionin Akustik Night. Na shihemi të ejtën tjetër. What?